ose për gjithë ata që kanë ngritur një pyetje. Çfarë është një grua? Besoj që tashmë është momenti që të mbaj fjalën e saj, të komunikoj me ju, të frymëzoj ashtu siç bën në G Academy. Ish politikane, pyeta si do ta prezantoj. Shumë dimensionale, më thënë. Dikur në politik, sot ka programin e saj, por me një dashuri shumë të madhe, patjetër nga gjithë ju që jeni sot në Summit dhe mezi e keni pritur edhe këtë moment. Kështu që dua të ftoj Grita Thunën. Faleminderit. Heraldo, Nilo. Lajt. Nuk e dija që do kisha kaq shumë miq përballë. Përshëndetje. Nora, përshëndetje. Urime, suksese, mbarësi, komplimente, lavdrime, gjithçka e keni, sepse ndërsa gocat e mia po më çonin foto të prezencës dhe pjesëmarrjes tuaj, është një gjë që ju a them vërtetësisht këtë gjë. Thua, ka akoma të tillë njerëz në Shqipëri që janë, që kanë këtë energji? Bravo, Linda. Mirë. Unë po ulem në çdo rast që na duhet vaj për të zgjuar, çuar, ngritur, do çohem se nuk di të ri shumë në karrige. Një nga komplimentet më të mëdha që kam marrë është nga profesori im Artan Fuga, kur një moment në intervistë i thash, profesor, po pse na ndodh ky, le themi, degradim i shijes në këtë vend? Nuk e prisja fare, sepse unë dhe Fuga duke qenë njëri maj tjetri djathtë në besime, më tha se s'ka shumë njerëz si ty që din ta lënë politikën pa problem. Unë e adhuroj supermarketin private, para se sa ta nis atë që duhet të them, e adhuroj jashtëzakonisht. Nuk ka gjë më të bukur se lekët e tua në xhep. Lekët e tua të tuat. Dhe besoj që një nga gjërat që do dua të theksoj përgjatë gjithë mesazhit është kënaqësia e të zotëruarit të gjës që je. Kur ti e ke kontrollin, qartësinë në të keqe dhe në të mirë. Unë mendoj që realisht në betimin e më të shenjtë, të kaluarit jetës me dikë, sigurisht për tradit, për kulturë, për princer dhe princesha mund ta bëjmë me partnerin dhe partneren. Po dua të ndaj me ju një reflektim timin të brendshëm që më duket sigur në të mirë dhe në të keq duhet bëjmë një betim me veten. Dhe besoj që jemi dy vete brenda nesh. Jo vetëm unë që jam shenjë binjakësh, por jemi dy vete brenda nesh gjithkohon. Një nga gjërat që përballen në G Academy në këto modulet tona shumë cilësore, të bukura, elitare, ku edhe rrëfehet historia e jetës edhe historia tjetrit të duket dhe historia jote, individ të ndryshëm më pyesin shpesh si ta bëjmë me mungesën e vetbesimit, si ta bëjmë me dyshimet që kemi brenda vetes, si ta bëjmë me pasigurit, me frikën e të folurit në publik. Gjitha këto duket sigur janë një paket që të shoqëron edhe 100 vjeç. Dhe unë e them shpesh, çdo njeri që ka dyshime është një njeri i mirë. Çdo njeri i cili ka pasiguri dhe frikë është një njeri i madh. Çdo njeri që ndjen dy zëra brenda vetes, njëri që i flet, e tjetri që nuk merr vendim menjëherë, është siguri, jo pasiguri. Ne vuajmë nga delirantët. Ne vuajmë nga njerëzit që nuk i kanë këto pasiguri dhe janë imponuar në shoqëri
në mendësi, në kulturë, me idenë e qartë që e tyrja vlen. Njerëz të parritur. Njerëz jo njerëz. Sepse ashtu siç thonë mendimtarët, ka një diferencë të madhe midis unë dhe mua. Të dyja kanë të bëjnë me veten. Por ata që studiojnë psikologjinë nga voglia thonë që fëmia deri 5 ose 6 vjeç, në rast se do të pyes për diçka dhe nuk është bërë akoma një qenie koshiente sociale, ka diçka në dorë, e sheh vetëm ai, një pemë që nuk është jeshile, është pikturuar e kuqe, i drejtohet prindit dhe i thot: "Ma, pse është kjo e kuqe?" E oma nuk e kupton, tjetri nuk të kupton, deri në momentin që fëmia vetë rritet mjaftueshëm në jetë për të kuptuar që atë që unë shoh, duhet ta shohësh dhe ti kur të kthen faqen dhe thot: "Pse është kjo e kuqe?" Duke u bërë një si më sheh ti mua. E ky kalim është një kapërcim mendësie gjigant. Si presin njerëzit nga ne, si më sheh ti mua. Jo si jam unë. Jo si jam unë. Unë, për veten time, e ka zgjidhur shoqëria amerikane, admiroj, mund të jem miliarder, mund të jem bilioner në gjuhën e tyre, i kam për vete. Unë nuk jam një mua, nëse ajo që unë kam nuk të shërben ty. Një nga gjërat që unë dua në sipërmarrjen e lirë është sepse në gjithë historikun e shoqërisë tonë i ka munguar jo vetëm kapitali dhe materia, që ngop pa diskutim, që e bën njeriu më të mirë pa diskutim. Pa diskutim populli kishte drejt kur thoshte fugarallëk, maskarallëk. Pa diskutim. Pavarësisht se kjo nuk mjafton, është një taban, është një bazament. Por një nga gjërat që është e qartë për formulën e suksesit kapitalist është që të detyron të bashkëpunosh. Të detyron të ndërveprosh. Të detyron të jesh i nevojshëm ti për tjetrin dhe nga nevoja për ty të lartësohesh ti. Pra të bën një mua se s'bën. Mund kem nevojë të shtjelloj këtë tezë për 3 orë, 4 orë të gjata. Se si nuk kemi zhvilluar si ekonomi e vogël edhe sepse s'kemi bashkëpunuar. Se si kjo nuk lidhet vetëm me një teori sjellje, por e gjitha kjo lidhet me një mendësi, shije, jete, ku nuk gjejmë dot shije tek gjëja më e mirë tek tjetri dhe nuk kuptojmë që ti je bukur dhe të shoqërohesh me të shëmtuara nuk të bën më të bukur. E kam bërë plot në strategjitë e sjelljes me gratë. Që ti je i aftë dhe të mbledhësh rreth vetes pa aftë nuk të bën më të aftë. Që ti je i mençur dhe të rrethohesh nga idiot servil nuk të bën më të suksesshëm. Këto kanë qenë formula që vijnë patjetër nga një mendësi autoritare, çështje e cilën psikologjia ka zgjidhur me kohë, sepse thotë nëse një dashuri që ka zgjatur 2 ose 3 vite, do së paku 4 apo 5 vite të harrohet, një shoqëri që ka jetuar 40 apo 50 vite në autokraci, kërkon 40 apo 50 së paku të harrohet. E ne të gjithë këtu, në masën 80%, jemi rritur nga prindër që kanë jetuar në diktaturë mendore. E ta harrojmë ne, që do të arrijmë do të ecim përpara duke kopjuar mot do thoshte populli folkloristik, botën e huaj, memet e huaja, stilin modern të veshurit apo ndonjë gjë tjetër. Kjo është një situatë të cilën as e kalojmë dot me një klik, as e kalojmë dot me vullnetin e mirë dhe do ta vuajmë për ta harruar dhe për ta kapërcyer. Por nuk ka gjë më të shenjtë se sa vuajtja. Do kush do priste të thoja se sa gëzimi, do t'ju a them vete.
po nuk ka gjë më të rëndësishme se sa vuajtja. Është e vetmja gjë që gërvisha dënon tonë. Shkenca thot, çdo gëzim, çdo lumturi nuk shënjon asgjë në ADN. Reja e qesh të vjetrën, sepse ne I përcjellim asaj me ADN-n ton gërvishjet që ka shkaktuar eksperienca që na ka dhënë.